Një situatë shqetësuese mjedisore është denoncuar këtë të shtunë në superstradën Lezhë Milot, ku shtellungat e dendura tymi të zi kanë mbuluar rrugën, duke vështirësuar qarkullimin dhe duke krijuar rrezik për drejtuesit automjeteve. Denoncimi është bërë nga deputeti i Partisë Demokratike Gjin Gjoni, i cili publikoi një video nga zona pranë urës mbi lumin mat, ku duket tymi i dendur që përhapet në të gjithë segmentin rrugor. Sipas tij, shkaki i kësaj situate është djegja e gomave të përdorura që hidhen pranë brigjeve të lumit dhe më pas u vihet flaka, duke shkaktuar ndotje të rëndë të ajrit dhe duke rrezikuar seriozisht sigurinë e qarkullimit. Deputeti thekson se në brigjet e lumit hidhen vazhdimisht edhe inerte dhe mbetje të tjera, duke kthyer zonën në një vend grumbullim të hapur mbetjesh. Kjo është pamja pasditen e kësaj të shtune në superstradën Lezhë Milot, pranë urës mbi lumin mat, ku tymi i zi ka mbuluar rrugën dhe ka vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Shkak është djegja e gomave të përdorura që hidhen pranë brigjeve të lumit dhe më pas u vihet flaka, shprehet Gjoni në reagimin e tij. Ai shton se situata është përsëritur vazhdimisht, ndërsa sipas tij, institucionet përgjegjëse kanë heshtur përballë kësaj ndotjeje që po i bëhet zonës. Sipas deputetit, kjo panoramë e rëndë mjedisore vjen pikërisht në prag të sezonit turistik, ku Lezhë dhe Bregdeti i saj duhet të mirëpresin vizitor nga i gjithë vendi dhe jashtë tij. Lezhë nuk mund të trajtohet kështu. Ku janë institucionet mjedisore? Ku është shteti për të ndalur këtë ndotje dhe këtë abuzim me lumin dhe mjedisin? Përfundon reagimi i tij.